dhe baba si dashamir I fesë. E që po e thamë, unë nuk e kam ato atë shumë, a I ka qenë I flak pas hoxhallarëve. I flak ka qenë. Edhe e kujtoj kur ishëm vitin e parë medrese, ai çdo javë e lënte punën në xhamovin të falte medrese. Si hynte te dera, nxënësat ka 14-15 vjet. Domethënë në vit parë ai thonte selam aleikum si hoxha efendi, si hoxha efendi. Po shak dashnise ka pas. Po, dashnisë madhe, edhe këto çeshin aty, se çysh hoxha efendi ai na zdeshëm mirë, ndoshta gjanat elementare si deshëm, zdeshëm mirë me lexu Kur'an. Si fillestar. Edhe I thesh, baba, pse po I thu? Ke krejt ta kanë më bëu xhallar. Edhe vërtet aty ka qenë hoxha Ekrem, ka qenë hoxha Sadat, hoxha Faruk, Recep Lushta, imami, hoxha Xhelal, hoxha Irfan Salihu, kanë qenë hoxhallar plot, s'po më përmend këtë, s'po kujtohen, por me të vërtet shumica janë bo imams, shumica janë sot hoxhallar edhe punojnë në sferën e davetit. Dhe dashnia e madhe tina më tha me shku në medrese, veç ta ka leje të mesme medrese. Hiç sa mos u bën hoxha, siç sa e ka ditë që të rish aty. Edhe në formë skiçore pa u bën. Mësosh aty, jo po e shef pastaj realitetin, edhe pjekesh, brëmosesh aty. Edhe e shef edhe mësimi që ka qenë aty, mësimdhënia ka qenë shumë nivel më të lartë në për shkolla tjera. Edhe stafi shumë I përgatitur, këtë profesorët hoxhallar tonë të diplomuar disa në vitet e 70-ta, disa vitet e 80-ta në botën islame, në për universitetet, që është Universiteti Al-Azhar, ose Universiteti I Medinës, ku ka qenë Dr. Recep Boja, ose Universiteti I Bagdatit, ose Universiteti tjetër, në për botë, Universiteti me renome. Ma qenë më të përgatitur se stafi këtu që ka qenë, apo niveli shkollave tjera. Dhe kom shku aty, se Zotit është njetin e din, kom shku për hatër të babës, jo për hatër babës. Po, sigurisht. Edhe më kam përkra, familja edhe xhallarët, edhe kujtoj do të thot prej vitit të parë ka filluar me më thirr hoxh, edhe për me të bo pak do me thonë me autoritet, mas parit do të më të animu familja jote. Pas të fqit, kështu që të vjetet e ne në lap kam pas të radit me nëru me interesantat, shumë talebet, kjo është talebe e gjinë, dyqysh që gjysëm I shajt me konkë. Edhe medreseja, drejtë me thonë tipi konviktit, medreseja e mbëllt, pak shkollë ma konservatore, unë nuk e kom gjetë vetësh. Sinqerisht, po e them këta vitin e parë, çdo të dilën për me kërën në shënarë, se ma kemi pas mëse me dhe të shtunën, unë e të qaj dilë shapi shpis. Hajtë edhe këtë javë po shkaj. U kthej shatë shtunën, thesha mo nuk shkaj. Hajtë, edhe një herë, hajtë edhe një herë, të eshti, edhe dikur ka viti 3-4 duke I pas sulme ndaj islamit të muslimanëve, edhe duke I pas taljet, so talëshin e neve, a I në ju në drese, po jo që në alanë në neve kur vdesim, edhe do fjallë që si lejon etika e besimtarit në I forë në I thejshin neve, a ju që mirë me dekën, me gjenazën, me këto e sende, na I kondështëshin, po kur nuk I argumente, s'më nështë I fenë me gjaks edhe me gjuhë edhe me durti me mbrojt. E shifshat nevojsh për që unë më përkatit. Edhe ka viti I tretë, së dhe më viti I katërve që fillun pas të I debatët, fillun ka pak me mendu ma ndrysh, edhe aty e pash që shumë është rrugë e duhur me u hoqë. Edhe kyta me dresen, më marrën, nuk shkua me vullë, po marrën shërbimin ushtarak, atër e Jugoslavi, edhe atje kom hik shumë, e kom hik ata që më thonë dzite u lirit, sepse qëlloj edhe kuha e luftës, e unë isha në Vojvodin, po pastaj 5 mujt e fundit na qunë atje ka Kroacia, njëherë me rujt kufinin, pastaj u futëm atje, e sulme të pa logjikshme që kanë bo, sa granata, sa predha, sa pra që përjetua këtë sfidë në... 5 muj ato si në film më duket, edhe sot kur e kujtoj nuk më me besu që shkom shpëtu ka që mirë, alhamdulillah. Këse plot janë vra aty, po prej shqiptarëve pak. Shumë janë vra, du me thonë, dërmjet vetit ata, po prej neve janë vra ma pak, po prej tonë ka pas të vra. Pastaj jam kthy këtu, nuk u pranova, aplikova në Medinë, nuk u pranova, edhe fillova vitin e parë në Universitetin e Prishtinës, fakultetin filologjisë dega orientalistik. Aty mësoj gjuha arabe, gjuha turke, osmane, mësojshin disa landë, gjuhë shqipe, gjuhë angleze, atër ka qenë edhe landa e mbrojtjes, më kujtohet. Edhe pas një viti, në 92-ën, alhamdulillah, me vullnetin e madhë, Dr. Recep Boja, me Miftin Oktel, profesorin e internave, të tjerët, këta janë, dhe më thonë që të shku në historie për të këta janë boshkaktarë, kryesor, që sot është fakulteti i studimeve islame.